Transmeton Imam Buhariu, ka qenë ditë për ditëve një pejgamber, ka thënë alayhi salatu wassalam, u kon nërhije, u kon pemë, edhe tunet vinë do bubreca u lezër, bubreca. Edhe sikur i pengojnë këti pejgamberi, edhe kitë e në ndorën, i mitë ketë. Allah i shpallë, o ti pejgamber, po pse i vrajte, që të banën? Që të banën këtë bubreca? Me gjithë se o lezër bubreci, a njeri? Jo, me lek, jo. Qka shtaz, dhe insekt. Tha, o ti pejgamber, po qka të banëve, një popull e mite. Por qka e mite? Po mire dhe zër, qka mendoj njerëzit që i bojnë zullum njerëzve? Që i bojnë zullum njerëzve, i bojnë shtypje njerëzve, kërsnojnë njerëz, kërsnojnë hoxalar dhe djetar. Qish kanë me dalë për para Zotit? Ata që vrasin fmi, qish kanë me dalë për para Zotit? Që burgosin njerëzi, qish kanë me dalë për para Allahu Gjelluala? Bubrec ka mitë, Allah i ka shpallë. O pejgamber, pse më re mite, që të banën? Apo, andaj sheriati nuk ka leju edhe insektet edhe shtas mimit, po s'ka bojnë dam. Për ndryshën e se s'ban dam, liroje. Ka ardhë hadith se një gruje ka hinë gjenem. A dini pse o dhezër? Vetë pse nuk e ka lanë një macë me hi me pije mbunar uj. Edhe ja ka zonë udhën. A ki ba, do të qështu knashë o dhezër, kur që ti të maltretume, kur e që shtazën e maltretume. Andaj, ka thonë, pse i mite, që ka të banën këto?